24 nëntor 2025. Jemi në ditën e hënës, ku puna mundi shpërblehen dhe dëshirave ju jepet përgjigje. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Ndonë se hëna është e vendosur tek shenja e Bërciapit, ku në të vërtet nuk dihet mirë, që sa ditë do të kemi ndikime vërtet shumë pozitive. Kemi një aftësi vërtet shumë të madhe për të materializuar gjithçka që ne dëshirojmë. Detyrimisht, siç e thash edhe në fillim, duhet mund dhe punë. Por kjo është dita ku të gjitha pengesat, problemet, manipulimet, sabotazhet gjejnë zgjidhje. Është një ndër ditët më pozitive të këtij muaji, prandaj do të këshilloj ta përdorim. Shpresoj që të jemi në ndikime në disa këndeve të vështira të shironi, që do thotë shëndeti jon fizik është i prekur, prandaj do të këshilloj që në këto pika të jemi të kujdesshëm. Sidomos pjesa e fytit vazhdon që të jetë e prekur, veç këtyre mund të kemi edhe probleme me automjetet, si dhe me teknologjinë. Pra vërtet e kësaj dite është të gjithë do të marrim atë çfarë meritojnë. Prandaj te këshilla ime do të ishte që të fokusohemi pikërisht te kjo. Detyrat dhe përgjegjësitë tona. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me yjet.